Tradita ato mendoj që janë të njëjta, edhe besoj që nuk do të ndryshoj tradita e darsmave. S'ka rrezik. Nuk Edhe ka pse po rrezik shkojmë në një diçka kohë moderne, që ndryshoj, mirë po e shoh që traditat janë të njëjta dhe kënaqësi është kur nuk ka ndryshime të tilla të darsmave, të traditave, se neve tradita na man ashtu. Edhe është kënaqësi me pas traditën e vjetër me përformu në përdorë. Po. Endrit? Mirë, unë e vi prej dita jote si që cekte edhe jo, edhe do të shpalosi pej përvojës tonë, pej praktikës tonë. S'pore herë kisha me thonë që dasma është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për një çift, por të njëjtën kohë edhe emocionale, por edhe stresuse, se si do të rrjedhë organizime që këto çështjet e tilla. Ndërsa sa i përket vetë si dasme, është një traditë që është urujt mirë të shqiptarët, domethënë si kuptim, si koncept i dasmës. Dhe tjetër çka është e rëndësishme tash çdo herë me kohën deshtëm apo nuk deshtëm evoluon. Sepse tash po vinë gjenerata të reja, mendime të reja, po vinë edhe pjesë dasmës të ndryshme dhe po ndryshojnë me kohën. Po. Ti mendon si shpendi që traditat nuk po ndryshojnë dhe nuk do të ndryshojnë, apo mendon që ka rrezik pak? Po si tradit mirë që nuk po ndryshojnë. Domethënë vetë fakti që me bë dasëm është një traditë tek shqiptar. Por pjesa tjetër po përcillet me disa ndryshime, kisha me thonë ashtu. Por më pëlqejnë për shembull tash për referohuna prap praktikës tonë, më pëlqejnë momentin kur janë disa çifte që kërkojnë me pas dy pjesë, domethënë me bëni farlloj miksi, edhe atë pjesën tradicionale që është shumë e rëndësishme me fut dasëm, por edhe atë pjesën tjetër domethënë që e dëshirojnë ata. Për të njëjtën kohë mbas saj kuptojmë plotësimin dëshirave edhe të prindërve, për shkak se e dinë që prindrit gjithmonë anojnë ka pjesa tradicionales, por edhe të atyre, sepse tash këto gjeneratat e reja kanë edhe idetë e tyre më të moderne, me ndryshime, dekora, ashtu. Armnoj? Dasmat, po atë sa janë të bukura edhe të kënaqësi me bo, njëjtën kohë shumë përgjithësi. Mirë po, tradita është gjithmonë ajo që neve na mban si shqiptarë edhe gjithmonë traditën e kemi pikë më të fortë. Nëse pyesëm a kanë evolu pjesa e dasmave, normalisht e kanë evolu. Përpara dasmat janë bënë në probore, sidomos ata që kanë pas në shtëpia, kanë bënë në probore, janë kanë tradita, janë bë dasma të mëdha deri në një javë. Tash varësisht për zonave dhe për traditave që i kanë pas, për zonës që në vi ka fillu me sitje në kulat që të kanë një farë tradite për ditës tajte deri në ditën e hane që është përfundu me ditën e grave. Tash ka ndryshu, që të aspekt ka ndryshu se janë arë pjesa e restoranteve, edhe pse ka hala qifte që e preferojnë me bo dasme në ambient të hapur apo në obore, që të mujna me bo dallime në ndryshimet të dasmave, mirë pa e tradita ashtru, e cekën edhe kolegë që une edhe unë për vetë gjithmonë e inkorporojnë brenda dhe pjesën moderne, përveç pjesës tradicionale. Ka dhe qifte që dojnë pjesën vetëm moderne, është dëshire tyne, sa do që na mujna me jep këshilla, sugjerime, po të pak të dasmat, unë mendoj që dasmat shqiptare, elementi dasmës shqiptare, është muzika shqiptare. Sa do që ajo hyrja mund me pas një kongë ndërkombëtare, një kongë që anglisht, që dënë qifte, ose edhe gjuhë tjera, franceza, apo çka do tjetër që ata dëshirojnë, mirë po në mendoj që elementi dasmës shqiptare brenda do të me qenë me muzikë tonë, me tradita, gjë që diaspora i rujnë pak ma shumë. Edhe i kultivojnë hala ma shumë, ndështë këta në Kosovë që jetojnë, i kumë po që në këta aspekt kanë evolu, ndështë me do tradita pak ma treja, me do violina, me do piano shumë mirë po traditat që i rujnë pak ma shumë edhe me fanatizëm, kjo është për të mirë, gjithmonë për të mirë, janë edhe diaspora që i dojnë shumë veshje tradicionale, i dojnë valtartë, tupanat, pastaj normalisht si pas dëshires e tyre. Pra në këtë aspekt dasmat ka ndryshu, por ajo që mbetet gjithmonë kryesore, thelbi kryesor, janë tradita tona dhe që kjo është që gjithmonë do të më përcjell, se dasmat e kanë jeshim me tupana, sofrën e burrave, pastaj edhe elementet e tjera që ata i kërkojnë.